jeton Lami të të dyja këto ngjarje, evidentoi Ervis Lami. Apo i njohur si Kamzaliu. Në fakt ai ka jetuar në Kamz, nuk është Kamza më origjinë. Po Ervis Lami kush është? Dhe ai e nxori në sken Ervis Lamin tek këto. Nxori. E nxori tek kjo histori, Okay. se dhe ai nuk ka qenë i përfshirë. Pra Ervis Lamin e kemi njohur si pjesëtari i grupit të Admir Tafilit, njeri që ndihmoi në arratisjen e burgut e Drenovës, njeriu që hodhi granatën në qendër qytetit dhe troqi vëmendjen e policisë Korçës në mënyrë që në burgun e Drenovës Admir Tafili dhe 13 persona të tjerë të realizonin arratisje, një arratisje më të bujshme që ka ndodhur në Shqipëri pas viteve 90. Pra në atë kohë ai ka qenë fare i ri, mos gaboj diku te 18-19 vjeç. Nga aty emri i tij nuk ka qenë ekspozuar në ngjarje, edhe pse thash unë vazhdimisht e kisha në vëmendje më rezultonte ngjarje të përfshira, por nuk kishte realisht asnjë urdhër kërkimi për të, as i përfshirë në ngjarje. Ai mbas ngjarjes së Ervis Martinit ka dalë në skenë fuqishëm, është përfshirë për disa ngjarje. Çfarë thua ka dalë fuqishëm? Dalë fuqishëm sepse është njeriu që është akuzuar pikërisht, është dyshuar si njeriu që është i përfshirë në ngjarjen e Ervis Martinit. Pse? Se duke patur njeriu në afërt, shoqëruesin kryesor të Ervis Martinit, automatikisht atë informacionin nga do ta marrësh. Pra, Ervis Martinit shuhej si njeri që kishte informacionin njësh. Nga kishte informacionin nga policia, sepse ishte i aftë të korruptonte për shkak të sasisë madhe të bizneseve që kishte, sidomos për faktin që kontrollonte lojat e fatit dhe kishte vazhdimisht sasi parash kesh. Pra, në vetvete lojat e fatit nuk funksionojnë pa policinë. Dhe policia ishte përfshirë në atë histori dhe prandaj kishte avantazh gjithmonë përballë kundërshtarit se kishte informacion. Në rastin konkret, avantazhi nuk e pati ai, e pati kundërshtari sepse arriti që të kapte njeriu më të afërt që kishte Ervis Martinit. Kjo gjë e ekspozoi Ervis Lamin. Nga aty e mbrapa ai nuk ishte më i dukshëm në kryeqytet. Ka vazhduar bashkëpunimin me person, nuk është më si thash në nivelin kur ai ishte si them e ka nisur nga rruga, pra nuk ishte më një eksponent i thjesht. Tashmë ai ka krijuar strukturën e vet. Për një kohë të gjatë ka qëndruar në Emiratet e Bashkuara në Dubai dhe është përfshirë në ngjarje të tjera, në aktivitete të tjera, e ka rritur së tepër fuqi financiare të tij. Pra, raportet që ka kartoteka e policisë kriminale bëjnë fjalë edhe informacione që kanë ardhur edhe nga shërbim partnere, që ai është i përfshirë në një aleancë me persona të tjerë në jug të vendit, në i bashkëpunim me ta, dhe është përfshirë fort dhe në trafikun e narkotikëve, kryesisht të kokainës nga Amerika Latine në drejtim të kontinentit evropian. Kjo i ka dhënë potencial financiar. Është vërtet që është njeriu i dyshuar deri tani, sidomos për finalizimin e aksionit ndaj Ervis Martinit, por nuk është ai si themon organizatori, financuesi, truri. Ti thua që Ervisi ndryshe nga kushuria e tij tonë që me mbronte Ervisi ka pasur qëllim për ta eliminuar thua? Dyshimet. Për ta thënë Është i dyshuar deri në këtë moment si njeriu kryesor i cili është përfshirë në të aktivitet, në të ngjarje. Dhe kjo bëhet më besueshme për shkak të informacionit që ai merrte nga kushëri vet, që ishte pjesëtar i forcës posaçme operacionale, dhe që ishte njeriu më i afërt i Ervis Martinit. Pra, mënyra se si ti mund ta kapi Ervis Martinit, cila ishte në atë kohë. Sa i si besonte kujt njeriu kollaj. Ishte pikërisht njeriu që ai kishte besuar sigurinë personale dhe çdo lëvizje që ai bënte. Ervis Martinit kishte edhe një gjë, se nuk ishte një tip që fshihej edhe që ndonte gjatë në për skuta, i izoluar. Pra ishte një njeri që shijote famën, e shijote të qenit personazh publik, e shijote pushtetin që burote për shkak të aktiviteteve të tij. Pra, dhe struktura që ai kishte, ishte një strukturë atipike krahasuar me struktura të tjera që kemi patur ne. Pra, ai nuk ndërtoi një strukturë klanore, familjare apo shoqërore. Ai kishte një strukturë krejt tjetër, kryesisht mbështetur mbi mercenar apo mbi bashkëpunëtor të cilët nuk ishin direkt shokët e tij të ngushtë.
Dhe ajo Pra kjo strukturë... është arsye që e ke thënë më parë që nuk vijon ende grupi, që nuk ka pasues grupi. Nuk e ndërtoj me lidhje gjaku. Jo se s'kishte fis dhe lidhje, por nuk e ndërtoj kështu. Dhe prandaj pjesëtarët fisit, të tjerët nuk janë përfshirë në atë histori. Dhe prandaj është goditur vetëm djali Xhaxhajti, që edhe ai po ashtu që djali vetëm, Brilan Martinaj, por ai në një moshë shumë të re. Pra, të gjithë element çon në dyshimin që jeton Lami dhe lëviz Lami duke patur këtë lloj lidhje, mund të kenë të jenë përfshirë pikërisht në ngjarjen e 9 gushtit, ku Ervis Martinaj avulloi, u rrëmbye, u eliminua, kjo është pisa zyrtare sot e kësaj dite, ne kam thënë që në atë kohë, dhe u zhduk kufoma e tij. Ne pam, herën e fundit kemi qenë bashkë, e rikujtuam këtë histori dhe më herë pam lajmin që babai kishte kërkuar në gjykatën e